Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj do të qëndrojë në Burg. Ndonë se rekursi i tij për liri erdhi pas vendimit të kolegjeve të bashkuara që rishikoi praktikën e arrestit. Gjykata e lartë erëzoi kërkesën për një masë më të lehtë sigurie. Ishte treshja e gjyqtarëve Albana Boksi, Sokolbinaj dhe Genti Shala që vendosën të lënë në fuqi vendimarrjen e 24 shkurtit të apelit të GKK-s, ku Veliaj kishte kërkuar zëvendësimin e masës, arrest me burg me një masë tjetër alternative kundrejt garancisë pasurore ose masë detyrim paraqitja. Top Albania Radio. Sot në mbledhjen e qeverisë u miratua udhërrëfyesi kombëtar për arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030. 66 kriteret të matshme do të orientojnë punën e institucioneve publike, kjo si pjesë e strategjisë kombëtare të integrimit evropian, zëvendës kryeministri Albana Koçiu. Jemi duke pritur të gjithë rekomandimet për ato që do të janë kushtet përmbyllëse dhe sigurisht që ambicia dhe aspirata jonë është që brenda këtij viti ne të kemi filluar me 10 kapituj diskutimet dhe negociatat për përmbylljen pra e 10 kapitujve. Sigurisht që kemi gati një sër kapitujsh të cilët janë duke u rakorduar. Është një proces dinamik, kështu që mua do të më lejoni të mos i them kapitujt, pasi do duhet që ne të ulemi në tryezë me palën europiane për të diskutuar një nga një të gjithë detyrat dhe të gjithë rekomandimet që ata na japin për të arritur në finalizimin e tyre. Në mbledhjen e qeverisë sot u miratua strategjia që synon ndërtimin e muzeve lokal dhe infrastrukturë në disa qytete, po ashtu shtimi i kohës qëndrimit të një misioni ushtarak të Shqipërisë në Letoni deri në dhjetor 2029. Bordi i Transparencës caktoi çmimet e reja të karburanteve në vend. Prej orës 14 nafta tregtohet jo më shumë se 187 lek për litër, me një ulje me 3 lek. Litri i benzinës u caktua 174 lek nga 179 në vendimin e kaluar të bordit. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit gjobiti me 4 milion lek kompaninë Alp Krom në Elbasan duke i pezulluar aktivitetin. Gjatë kontrollit në subjekt u konstatuan 318 tonë mbetje të rrezikshme pa dokumentacion për transferimin apo përpunimin e tyre. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Gjykata e Elbasanit la në burg regjisorin Petri Bozo pas aksidentit me pasojë vdekjen e një 7-vjeçari në aksin kombëtar Elbasan Librazh në fshatin Mengel. Aksidenti tragjik ndodhi mëngjesin e 25 majit. Trupi i gjykues mori parasysh kërkesën e prokurorit për masën arrest me burg lidhur me veprën penale aksident me pasojë vdekjen. Fëmia u përplas nga makina e drejtuar nga Bozo. Operacion antidrogë në Durrës kundër grupeve që shpërndanin lëndë narkotike në afërsi të shkollave dhe në ambiente të frekuentuara nga të rinjt. Si rezultat i jetimeve disa mujore u arrestuan 17 vet. Për 13 prej tyre u caktua arrest në burg, ndërsa për 4 shtetase arrest në shtëpi, një person u shpall në kërkim. Sipas hetimeve në bashkëpunim të arrestuarit siguronin lëndë narkotike dhe shisnin kryesisht në afërsi të shkollave në Shijak dhe në Mans, si dhe në ambiente të tjera. Gjatë operacionit u sekuestruan sasi të konsiderueshme të lëndëve narkotike si heroin, kokainë, kanabis sativa, si dhe 3 armë zjarri. Lajme nga bota. Sulmiri amerikan në Iranin jugor pranë qytetit portual Bandar Abbas, ashtu si ditë më parë amerikanët folën për veprim mbrojtës. Sulmi pasoi lëshimin e 4 dronëve nga iranianët kundër një anije tregtare amerikane. Raportimet fillestare sugjerojnë se veprimet ushtarake përfshinin një sulm të synuar kundër udhëheqësit të ri të marinës së Iranit, Ali Azmaei. Të menjëhershme sulme takmarrëse iraniane, Republika Islamike pretendoi se goditi një bazë ushtarake amerikane. Gjithashtu Irani rifilloi nisjen e sulmeve me raketa e dronë ndaj vendeve të gjirit, veçanërisht Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Kuvajtit. Nuk u kursyen anije cisterna nafte që u përpoqën të kalonin në ngushtisën e Hormuzit me radar të fikur. Një shtetas zviceran 31 vjeç sulmoi 3 persona me thik para stacionit të trenit Winterthur në Zyri rreth orës 8:30 të mëngjesit. Sipas dëshmitarëve, agresori bërtiste Allahu Ekber ndërsa kalonte pranë disa fëmijëve. Autoritetet zvicerane arrestuan të plagosurit të gjithë shtetas zviceran të moshave 24, 43 e 52 vjeç u dërguan në spital. Një është në gjendje të rëndë. Autoritetet italiane sekuestruan mbi 200 milion euro që dyshohet se i përkisnin rrjetit kriminal të bosit mafioz Matteo Messina Denaro, i cili ka vdekur në shtator të 2023-shit. Operacioni ndërkombëtar goditi kompani dhe asete në disa vende europiane. Hetuesit besojnë se bëhet fjalë vetëm për një pjesë të pasurisë së fshehur të Koza Nostrës. Sport.
Zyrtarisht Rolando Mara nis aventurën në krye të kombëtares shqiptare të futbollit. Tekniku italian publikoi listën për miqësorët e qershorit ndaj Izraelit e Luksemburgut. Në grumbullim spjegasin rikthime dhe emra të rinj si portieri i Partizanit Pano Qirko e mosfushori i Karareses Luis Hasa. Parashikimi i motit. Orët në vim në vendin tonë do të dominoj mot me alternime vranësira që në veri e në relievet malore në lindje të teritorit shqiptar shoqërohen me rreshje shiu. Temperaturat variojnë nga 16 në 35 gradë Celsius. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Erisel Dadok. Unë jam Ervin Nikolla. Kjo është Top Albania Radio.